Artistë nga vende të ndryshme të botës si Ukraina, Polonia, Bullgaria, Rumania, Malizi, Bosni-Hercegovina, Kroacia, Turqia dhe Serbia janë bërë pjesë e festivalit ndërkombëtar të muzikës dhe valleve organizuar nga World Festival Association. I kthyer në një traditë, ky festival zë një vend të rëndësishëm në kalendarin kulturor të qytetit dhe pritet të vazhdojë gjatë gjithë verës, duke kthyer Durrësin në një pikë takimi të kulturave. 400 artistë nga Europa ndezën atmosferën e Durrësit me një festival të gjallë traditash në një nga skenat më mbreslëndse të historisë. Amfiteatri antik u kthye në një hapësirë ku u bashkuan ritmet, ngjyra dhe energjia, ku u interpretuan këngë dhe valle popullore, duke përcjellë përmes artit shpirtin e traditat e vendeve pjesëmarrëse. Zoran Stroopski, presidenti i festivalit, tha se përmes muzikës dhe kostumeve tradicionale, pjesëmarrësit ndanë me publikun një mozaik ngjyrash dhe emocionesh, duke i dhënë jetë një hapësire me mijëra vjet histori. Nga kjo ditë, ne do të startojmë festivalin e verës në Durrës. Shoqata World Festival është shoqata më e madhe e festivalit, e cila bashkon festivale në shtete të ndryshme, kështu që nga Kina në Meksik, nga Dubai në Finland. Çdo vit ne bëjmë festivalet këtu në Durrës, duke nisur nga viti 2016. Qëllimi kryesor i këtij festivali është që të bashkojë bashkë shtete dhe kultura të ndryshme nga e gjithë bota në vende të ndryshme, sepse ata janë këtu që të shfaqin kulturën, traditën, kërcimet, këngët e tyre, por gjithashtu ata do të mësojnë nga kërcimet shqiptare, këngët shqiptare dhe kultura. Albanian dance, Albanian songs and Albanian culture. Kështu do të nisim këto ditë dhe çdo javë do të kemi shtete të reja që do të vinë dhe do të prezantojnë traditën, kërcimet dhe këngët e tyre. Traditional dances. Pjesëmarrësit në festival dhanë përshtypje të rreth festivalit dhe qytetit të Durrësit. Vinë nga Bullgaria dhe është hera e parë këtu, jemi shumë të emocionuar, do të performojmë muzikë dhe kërcime tradicionale. Hapja e festivalit ka tërhequr vëmendjen e vizitorëve dhe të qytetarëve që e kanë ndjekur atë nga afër.